Nga studio emisionit Fokus në televizionin 6+2 Vlora përballë gazetarit Ermal Sika, drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi, u dha një paralajmërim të mirë 4 kryetarëve të njësive administrative të Bashkisë së Vlorës, e kujdo tjetër që ka një funksion politik apo publik e vendor që në orarin zyrtar të punës të mos bëjmë fushat për asnjë kandidat për deputet në listat e hapura, por as jashtë orarit zyrtar të punës. Pas tetorarshit janë të lirë të vijojnë aktivitetin politik të fushatës, por jo të pushtesin publikisht kandidatë veçantë, por të i shoqërojnë presin e përcjellin të gjithë kandidatët në mënyrë të barabartë. Sipas Çuçit, duhet një klim e barabartë për të gjithë kandidatët për deputet të listës së hapur. Gazetari Ermal Sika i bëri këtë pyetje drejtuesit politik të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi. Ka disa zëra që kryetarët të veçantë njësive administrative mbështesin kandidat veçantë, çfarë do t'u kërkonit atyre? Jo, dëgjoj. Ne jemi parti e madhe, jemi parti e organizuar, kemi rregullat tona brenda, edhe për të krijuar një mjedis sa më të drejtë për gjithë kandidatët, sigurisht që kush ka një ofiq apo kush ka një përgjegjësi qoftë në qeverisje, qoftë në parti, pra politike, duhet të jetë neutral të paktën publikisht dhe mos të përkrahi një kandidat saktuar për arsyen dhe për shkakun që për të pozicionit që ai ka përfituar nga Partia Socialiste. Pastaj, vota është personale, çdo njeri ka besoj unë bindjen e vet edhe ka preferencat e veta brenda listës dhe është i lirë ta bëjë këtë gjë, por publikisht nuk duhet të mbështesje askush që ka një pozicion thash, qoftë politik, qoftë administrativ dhe që e ka fituar këtë gjë për shkak të Partisë Socialiste. Kështu që kjo krijon një klim të barabartë edhe të drejtë për të gjithë kandidatët. Pas ngritjes së shqetësimit nga televizioni 6+2 Vlora në edicionet e lajmeve, Bledi Çuçi reagoi në emisionin Fokus mbrëmjen e thënjtes, duke u dhënë një shuplak veprimeve të patolerueshme të kryetarëve të njësive administrative të bashkisë, të cilët mbështesin kandidatë të veçantë në listën e hapur. Ka informacione dhe denoncime se kryetarët e njësive administrative në Osel, Shushic, Orikum dhe Qendër janë bërë palë në kandidatë të veçantë e po bëjnë fushat hapur. Por kjo gjë nuk mund të tolerohet në një situatë të tillë, kur e ndalon ligji dhe kodi zgjedhor e kur e cilëson gjithçka si shkelje. Bashkia e Vlorës ka ngritur tashmë një grup pune monitorimi të aktivitetit të këtyre njësive administrative, por i prerë për këtë gjë ishte edhe drejtuesi politik i Partisë Socialiste Bledi Çuçi.